Për procedurë për këtë çështje. Faleminderit zonja drejtuese e seancës. Është e disata interpelancë që deputetët e opozitës thrasin kryeministrin e vendit dhe kryeministri ja delegon personave që nuk kanë as kompetencë, as përgjegjësi të fushës temën për cilën kërkohet interpelancë. Zonja drejtuese e seancës, neni 80.1 e Kushtetutës sankcionon detyrimin e kryeministrit dhe çdo ministri që thirret në interpelancë për të paraqitur në kuvend. Nuk ka asnjë nen, as në Kushtetutë, as në rregulloren e kuvendit dhe as në ligjin për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Ministrave që t'i jap të drejtën kryeministrit të delegojë llogaridhënien, të delegojë përgjegjësinë. Ky është një detyrim kushtetues i kryeministrit, i pa delegueshëm. Është një lloj sikur prokuroria të thrasi për të dhënë shpjegime për një temë caktuar dhe kryeministri thotë unë nuk shkoj në prokurori, po do çoj Eriona Ismailin. Nuk e bën dot. E njëjta gjë është edhe llogaridhënia në kuvend. Është në kuadër të kompetencës së kontrollit parlamentar që ushtron parlamenti ndaj ekzekutivit. Nuk mund të thotë personi që është thirrur për të dhënë llogari që unë delegoj llogarin te Eriona Ismaili. Nuk mund të delegohet llogaria dhe përgjegjësia. Që kështu zonja drejtuese e seancës, ne nuk pranojmë të zhvillojmë interpelancë me persona që nuk kemi kërkuar, kemi kërkuar interpelancë me kryeministrin, kryeministri e ka detyrim kushtetues të vijë dhe të jap llogari në kuvend. Është e paprecedent që ka të paktën 3 vite zonja drejtuese e seancës që kryeministri refuzon çdo interpelancë. Gjatë kësaj legislature janë të paktën 10 kërkesa për interpelancë të kërkuara nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike që kryeministri ose i ka refuzuar përmes Niko Peleshit dhe nja 2 apo 3 që janë pranuar ja ka deleguar Eriona Ismailit. Zonja del atje, lexon çfarë i kanë shkruar, se nuk është kompetente për atë fushë, nuk e kanë fare për ta fy, po nuk është kompetente në fushat që i delegohen, lexon një material, s'di as ti përgjigjet pyetjeve, as mbaj qëndrime mbi qëndrimin e deputetëve, është thjesht lexuese asaj që i japin për të lexuar. Nuk është kjo llogaridhënia, nuk është ky kontrolli parlamentar, prandaj kërkojmë të spostohet interpelanca nëse është e nevojshme dhe kryeministri të vinë sallë t'i përgjigjet kërkesës për interpelancë në përputhje me detyrimin kushtetues përcaktuar në nenin 80.1 dhe në nenin 97 të rregullores së kuvendit. Faleminderit.